8 skiatorë janë gjetur të vdekur dhe një tjetër rezulton ende i zhdukur pas kortekut masiv që goditi zonën pranë Lake Tahoe. Duke kthyer operacionin nga kërkim shpëtim në mision rikuperimi, konfirmoi sherifja Shanna Moon. Korteku i fuqishëm ra në zonën malore të Castle Peak pranë Taraki rreth orës 11:30 paradite, duke zënë poshtë një grup sportistësh që ndodheshin jashtë pistave të kontrolluara. Sipas autoriteteve lokale dhe ekipeve të shpëtimit, disa prej skiatorëve u nxorën fillimisht të gjallë nga bora, por për 8 prej tyre plagët dhe hipotermia rezultuan fatale. Një person vazhdon të jetë i zhdukur dhe kërkimet po zhvillohen në kushte shumë të vështira për shkak të masave të mëdha të borës dhe rrezikut për ortek të tjerë. Deri tani nuk janë bërë publike të gjithë emrat e viktimave, po si autoritetet po njoftojnë familjarët, por bëhet fjalë për një grup të organizuar skiatorësh të aventurës që kishin hyrë në zonë me pajisje për lëvizje në terren të thellë bore. Sherifja Moon deklaroi se ky është një nga incidentet më tragjike që ka parë ndonjëherë rajoni, ndërsa ekipet përdoren qenë kërkimi, sonda speciale dhe helikopter për të lokalizuar trupat nën disa metra borë. Orteku shkaktua pas tujive të fundit që sollën rreshtit të dendura dhe era të forta, duke krijuar stresat paqëndrueshme bore në shpatët e malit. Autoritetet kanë paremëruar rrezik ekstrem për ortek të tjerë në zonën e Sierra Nevadës dhe kanë bërë thirrje sportistëve të shmangin daljet jashtë pistave të sigurta.